Lëkundje sismike 5.5 ball godasi në Republikën Çeke. Një tërmet me magnitud 5.5 sipas shkallës Richter u regjistrua pasditën e sejntes në Republikën Çeke. Instituti Euromezetar bëri të ditur se epiqendra ndodhej 14 kilometra në perëndim të Pribramit dhe 32 kilometra në lindje të Pilsenit, ndërsa thellësia fokale është vlerësuar në 10 kilometra. Deri në këto momente nuk raportohen viktima dhe as dëme materiale.